Çdo ndërtesë pa leje apo çdo kat shtesi pa legalizuar do të shëmbet. Bashkia e Tiranës vazhdon aksionin me fadromat për të hedhur në tokë objektet pa leje. Ndërhyrja e sotme u bë në rrugën e Kavajës në një nga shtëpitë në këtë lagje, pronari së cilës është lajmëruar kohë më parë që ndërtesa do të shëmbet. Drejtori i policisë bashkiake Florenc Hoxha u thot qytetarëve të mos harxojnë kohë para për të ndërtuar objekte të pa legalizuara. Le të shërbej ky si shembull që të gjithë qytetarët e Tiranës të bindën që policia bashkiake po zotron territorin e kontrollin e territorit të Bashkisë së Tiranës dhe të mos harxojmë para dhe mund për të bërë ndërtime pa leje, pasi neve jemi të vendosur për të zbatuar ligjin. Aksionet do të vazhdojnë në vazhdimsi dhe ditë ardhshme. Dhe pritet domethënë që të gjithë ndërtesat që në momentin e parë janë të konstatuar nga ana jonë si ndërtime pa leje, pa procedurë përkatëse, pa lejen konkrete domethënë, do të vazhdojnë procedurat për të kthyer të gjithë ndërtesat në gjendjen e përparshme. Grupi inspektorëve i bashkisë në këtë sektor ka evidentuar ekzistencën e 300 banesave në Tiranë dhe periferi që nuk kanë lejen përkatëse. Të objekte tashme janë në agjendën e bashkisë për të marrë masa deri në shëmbjen e kateve apo e të gjithë banesës.